Shërbimi psikologjik që ofrohet në qendrat shëndetësore është kthyer në një ndihmë të vyer për qytetarët, me një numër gjithnjë në rritje personash që kërkojnë mbështetje për përballimin e vështirësive emocionale. Pjesën më të madhe të atyre që marrin këtë shërbim e përbëjnë të moshuarit, por nuk mungojnë edhe rastet kur pranë këtij shërbimi drejtohen fëmijët dhe të rinjt për çështje që lidhen me ankthin, vështirësitë në komunikim apo probleme të tjera të zhvillimit emocional dhe social. Aktualisht pjesa më e madhe e pacientëve që kanë ardhur për të marrë shërbim është kryesisht mosha e tretë, por nuk mungojnë gjithashtu edhe mosha e rritur apo edhe fëmijë që vinë të referuar nga mjeku pediatër apo edhe nga prindërit e tyre, të cilët e shikojnë që kanë nevoja, kanë vështirësi qoftë në të nxënë apo probleme sidomos edhe me rrjetet sociale, të cilët kërkojnë ndihmë për të ndihmuar ata për të larguar nga kjo varësi edhe për të rritur sa më të shëndetshëm. Sa i përket të moshuarve, problemi kryesor i tyre është vetmia, një realitet i shpeshtë që çon drejt gjendjeve të ankthit dhe depresionit. Një nga problematika kryesore në faktikisht që kanë pjesa dërmuese të tyre është vetmia. Edhe vetmia pastaj si edhe problemet e tjera që lidhet edhe me ankthin, edhe me shqetësimet e vazhdueshme, edhe me depresionin, po edhe me marrjen pastaj edhe të shërbimeve të tjera që mund të jenë nevojshme, por duke qenë vetëm nuk guxojnë apo nuk kanë motivimin e duhur, po ndonjëherë edhe kanë të vështirë për të lëvizur, që edhe një nga gjërat që ofrohet për shembull në qendrat shëndetësore është edhe shërbimi banesë, ku e pasere e shikojnë vetën duke shkuar me mjek apo me infirmier edhe pranë pacientëve në banesat e tyre. Në një kohë kur sfidat mendore janë të pranishme në çdo moshë, mbështetja profesionale në qendrat shëndetësore mbetet një hallk kyçe për një shoqëri më të shëndetshme.